Përshëndetje goca dhe mirë se vini që vjen kanalin tem. Atje jam të zi pulen për me ba dreke. Po me siguri ka një pikuj që bjen të këtua dhe janë këtë zhurme. Por nejse, pra keni sa ma mirë. Tham vajzo se besoj se nuk ka djem që mund të hapim videot e mia, për në qofë se ka, a më falni se harrova një pjem shë videot e mia. Kërë që jo arst po thalla. Të kam shpirt, të kam zemër. Për djem tjerë sa më rrojnë se ka që shofim videot e mia. Maksimumi babi, në qofë se është me jo arsit njëjtën kohë që hap jo arsit videot e mia. Për tjerë, sa më rrojnë se ka djem që shofim videot e mia. Një shifshi, mirë se ardhë dhe jo, po së me mërmej se keni një gjohë, një interes me më po mu. Nejse, e mort mesazhin. Ikni tash. Kërqë, oroj herë tjeni tonë mirë, tjeni top, edhe shnesh si kokë ramo, se shneti është mojë nësëm sa si gjohën këtë botë. Tjeni me qëtësi menore, shpirtnore, tana për smarit, se po shohem gjana në për rrjete sociale që vetëm qëtësin menore stalojnë, por duhet me mlaudh vedin edhe me i thonë energjisë negative. Hapuni dhe ikni nga ne, por nga i herobi nuk mund të rinë pa fol, nuk mund të rinë pa e shprej mendimin e vetë, qoftë edhe në rritin e vetë social. Të pakten, unë, si Arsenid, nuk mund të rika i herë, po e thanë, nihe me qliru me kur e thamë. Dhe në ditë të fundit kanë në shumë gjana që 2-3 gjana më kanë ba me reagu, por jam mundu dhe më thanë që mos t'i zjarë të në për shpirtit, pavarësisht se unë flasë shumë troqë dhe s'mi interesën dhe më thanë asi gjatë tjetër. Thjesht ta mendimin të nësime na i pëlqevi dikuj mirë, si pëlqevi dikuj tjetër mirë, prap mirë, s'mi interesan. Me hapa me lezu dhe mesazhet e këqija, se jo gjithmonë njerëzit kanë me na dasht dhe kanë me nu gjëra të bukura për ne, por nuk e se mbajnë përshtypje për shkakun kur lexoj mesazhe negative apo komente negative, të pakten për shkakun komente më negative që unë kam marrë një temë, kanë një video në TikTok, po ja u la edhe këtu, po ja u la dikoni to domethënë, që ta shikoni videon edhe ka dhe më thonë 3.000-4.000 komenta jo video fix se di dhe janë tanë me të shamë, është një ironi që unë kam ba dhe sinqerisht holen vnerin tanë kësho prej në fund të barkut e nëzore dhe nuk më bajnë për shtypjet ju them drejten, sepse njëri nuk është e thonë dhe më thonë që kanë me në dash tanë, as nuk është e thonë që tanë kanë me i dash musliman, së më basha një shaka, por thjesht kupton dhe më thonë diferencen e një njerit, e zemrës një njerit me tjerë. Unë jam unu gjithmonë dhe më thonë mos me të cënu gjanët e shajtat njerëzve. Dhe njerëzit tjerë, për shkak se kanë problem me të cënu në fej, në shami, në familje, apo ku do dhe më thonë me të prejkë, nështë një aty ku dhe më tepër, se kanë problem. Nuk e kanë problem njerëzit dhe më thonë përgjësi në rrjete sociale. Shumë të kisha mija që unë nuk e kam vendosë shumë kollaj, apo jam që një ditë bukur me dje dhe gjithë shaka që ngati për mua të gjithë kanë busqeshur kur unë kanë vullë shamini jo të dashur njerëz. Nuk ka qenë kështu dhe njerët biles kanë qa kur kanë vullë shamin. Kështu që nuk është se toleroj njerëzit që të prejkun tek shamia, por nuk mund përshtypje ku një njeri i huj, për shkak që se një farsin i den heq të kap dhe të shaj për shkak në rrjete sociale. Nuk më intereson ajo, sepse ai njeri i huj atë mendim ka. Ajo që më intereson është që ai njeriu për shembull që unë e njoh apo kam marrëdhënie me të, qoftë pune, qoftë shoqënore, qoftë një takim, një dyqan, në qoftë si të shef shtrem t'i herë, apo ka të syrin e kuriozitetit që kjo me shami. Aty ndalem dhe mundohem t'i jap shpjegimin, t'i tregoj historinë time, t'i tregoj se si unë e kam vu shamin, që edhe këtu do e tregoj një ditë, por ajo që më çuditë është se si njerëzit në rrjete sociale nuk e mendojnë dy herë,
për me shohat tjetër. Sinqerisht nuk e konceptoj, domethënë, sa i pa lumton, sa me mlef, sa me inat, sa me urrejtje, mundet me kenë zemra një njeriut që mos bëj asë gjë tjetër, po të kapin edhe gjithë ditën të kapin e të shohin njerëz. Dhe e dini pse nuk ju a marrë për bastin e njerëzve shumë mesazhe, për shembull kur përdorin fëmije për shamin, për islamin, për kënej, për ënej, sepse janë të njëjtët profile falso dhe janë të njëjtët mesazhe, të njëjtët përmbajtje që përsëriten. Pra nuk është një argument apo nuk është një pyetje me kuriozitet. Nëse dikush do të më pyes, Arsenit, pse si nihesh ti me Shamin për shembull? Apo Arsenit, ku diun, si u binde ti ta vendos Shamin? Kjo nuk është një koment i keq, as nuk është një koment që unë nuk ja kthej përgjigje. Ka me pas gjithmonë komente që kam ju kthy përgjigjen, por aty në komenteve që unë nga i koment ndjej një energji të mirë, ndjej një vibe të mirë kur e lexoj atë komentin. Dhe kjo nuk ka të bëjë vetëm me mënyrën se si jam unë për momentin, por ka të bëjë shumë edhe mënyrën se si e formuloni komentin. Dhe kjo them të drejtën, kjo nuk ndodh në fakt vetëm me vajet me mbulesë, por mund të them që një pjesë e mirë e njerëzve sa po një vajzë me mbulesë del në rrjetet sociale, bën diçka që bën buj, do sulen gjithë pra këto profilet falso, do sulen me njëjtën përmbajtje, me njëjtën strukturë komentesh te kjo vajza. Dhe nuk e kuptoj pse njerëzit janë kaq të irritum me vajzat me shamia që janë në rrjetet sociale. Dhe nuk e kuptoj pse janë kaq shumë të irritum me një vajzë apo një grua që është me hijab apo me shami që thojmë shqip, që del në rrjetet sociale dhe thjesht po bën punën e saj. Dikush është influencer, halal e baftë zotit, se punon për atë gjë, dikush e përdor rrjetet sociale për kurse të ndryshme, dikush jep mësime të ndryshme, dikush ka biznes handmade, dikush ka biznesin e saj online, dikush ka biznesin e saj fizik, la del për qëllimet e veta vetjake. Asnjëra nga ne nuk ka dalë në rrjetet sociale dhe ka thënë, hey, ti do bëhesh musliman, apo të ka thirrë ty të bëhesh musliman. Asnjëra nga ne pra nuk bën ftesë që ju të pranoni islamin apo të bëheni musliman. Kështu që rini qetë, mos e ushqeni zemrën tuaj me kaq shumë mlef, sepse nuk ka nevojë që njeriu të ketë kaq shumë mlef për njerëz normal, me sy, me vesh, me hun, me kam, me dur si jo. Asnjëra nga ne nuk ka dalë në rrjetet sociale duke thënë, askush nuk duhet bëhet thojt, sepse muslimanët nuk i bëjnë dhe nuk bëhen thojt. Po marr një rast banal, se nuk i bëhen thojt, nuk do të thotë që ti të na lën xhami i bë. Mu më nalon ajo që unë besoj dhe është okej, unë jam okej këtu. Por nuk e kuptoj domethënë pse ti duhet me pas kaq urrejtje në faktin për shkakun që unë nuk bëj thojt. Gjëja më e parë kam durr kështu si burr. Me po në aspektin estetik, sepse nuk i kam estetik alla Instagramit. Pse duhet me shqetësu ty që fillon edhe flet, edhe fillon me ato komentet, po hiqe shamin, i bë si arabe, ju kam lutur turku me zor. Ua, dhe më thënë janë ignorancë e thellë. Dhe kështu, dhe më thënë nuk i kuptoj, nuk kam për t'i kuptu dhe nuk dua t'i kuptoj, sepse energjia tyre është shumë larg asaj temes dhe nuk dua as t'i hyj asaj energjie të keqe. Elhamdulillah, apo në shqip, falënderimi i takon vetëm të mallit Zot, që nuk e kam atë njëtin për të gjyku keq njerëzit. Dhe në që doni t'ju jap një mësim të mirë, po ja jap, që është një mësim shumë i bukur, që mund ta merrni nga unë si Arsenid në lidhje me islamin, por nuk ka, sot mësimet e bukura nuk jepen vetëm në islam, domethënë nuk ka vetëm islami mësimet bukura, ka çdo fe mësimet bukura, por lum ai që e kupton. Lum ai që e kupton. Ka edhe në fenë e krishterë shumë mësimet bukura. Ka, se nuk mund ta mohojmë, ka. Elhamdulillah, domethënë që ka. Dhe ka kaq shumë njerëz të mirë të krishterë.
Elhamdulillah që janë. Elhamdulillah se kemi të bëjmë me to, jemi në jetë. Dhe shqyr Zotit që na ka çuar Zoti njerëz të mirë rreth dhe për çark. Kjo është për të falendëruar mallin Zot. Dhe po ju jap këtë historinë e bukur. Një nga 30 profetike të profetit sallallahu alaihi wasallam është që njerëzit para se të gjykosh, të justifikosh 70 herë. Pra, një besimtar i mirë, thot feja islame, duhet ta justifikoj 70 herë atë besimtarin tjetër dhe pastaj të gjykoj. Që gjykimi i takon vetëm Zotit, nuk ka dyshim të kjo, por të justifikoj 70 herë për të japë një konkluzion. Pra, kjo është një mësim shumë i mirë që fatkeqësisht në ditët tona ka humbur komplet. Asnjëri nuk mendohet 2 herë para se të komentojë diku. Asnjëri nuk mendohet 2 herë, jo më 70 herë. 2 herë, nuk po them të mendohet më shumë se 2 herë, po 2 herë të paktën. Asnjëri prej nesh nuk e bën. Ndaj, dhe nëse duhet ta mbyll këtu me këtë duhet ta mbyll dhe me këtë mësimin e bukur, por sinqerisht më vjen keq për energjinë e këtyre njerëzve, për shpirtin e këtyre njerëzve. Jo se unë i gjykoj me gjykimin që ua, këto do shkojnë ferr tani. Jo, sepse njeriu gabon, njeriu është i gabueshëm, njeriu do gaboj deri në ditën e gjykimit, apo deri në ditën e fundit të kësaj bote, ti themi ndryshe. Do ndodhi që këto njerëz që kanë kaq shumë energji negative, kanë kaq shumë lef për njerëz që janë ndryshe nga njerëzit e tjerë, vishen pak ndryshe, unë vishem ndryshe, nuk e se kam një gjë ndryshe për josh, thjesht kam zgjallë mu vesh ndrysh. Dhe më thanë, jo s'keni zgjallë me vu kapuçën kryp, unë kam vu një kapuçën kryp, nëse e konsiderojmë kështu. Dhe më thanë, ka që është diferenca si njeri në pamje të parë. Ka që është diferenca. Kam zgjallë që trupin tem të shoh vetëm unë dhe mos ta shofësh ti. Kam zgjellë që lëkurën time ta shoh vetëm unë dhe mos ta shofësh ti. E kam zgjellë. Tani do thosh ti, po është urdhër i Zotit. Po, unë kam zgjellë ta zbatoj këtë urdhër i Zotit. Sepse urdhri i Zotit është për gjithë, por pak janë njerëz që zgjedhin ta zbatojnë urdhrin e Zotit. Dhe kështu, mund të flasim deri nesër bashkë. Dhe më pëlqen ku njerëzit kanë argumente, kur tema zgjatet, bëhet e bukur, por problemi është se janë komente që nuk çojnë askund dhe nuk janë argumente konstruktive, nuk janë komente konstruktive. Dhe nëse ti thua dikush shka në Arabi, nuk është koment që lejon për të bë për të shkruar diçka. Shko në Arabi, po mo vlla, po shkoj, ma paguaj biletin, po shkoj, bëj umrën vjen në vend tëm prap. Të gjithë mund tonë ditën e tonë natën, mund e më thonë një arab, po nësë jam arab, sepse nuk më ka kriju më i zëtë arab, jam shqiptarë 100%, që nuk banë sens. A mi udhim këto? Se unë me kam me dur ju amora me të. Po e mbyllit për sot, uroj që mesazhet jetë marrë, uroj që t'jemi në matë fëmijë me një tjetrin, dhe donë Zoti i madh që të kena një mirë kuptim me një tjetrin. Unë nuk them që t'na duan, apo t'na duani, apo t'ju pëlqejmë, nuk jeni të detyruar. Thjesht të kemi një respekt të dy anshëm, që as ne mos kalojmë kufit, por as ju mos kaloni kufit tonë. Dhe me kaq që mbyll këtë video, uroj që t'ju ketë pëlqyer dhe selam aleikum.